I nderuar Zoti Ministri i Punëve të Brendshme, në këtë çast solem, në respekt të veprës së të gjithë brezave të policisë shqiptare, në shenjë nderimi, detyrimi dhe respekti për gjakun e punonjësve të policisë të rënë dhe të plagosur në krye të detyrës, në emër të gjithë punonjësve të policisë shtetit, të vendosur për të mbrojtur rendin e sigurinë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë shtetit. Betohem. E nderuar zëvendës kryeministre zonja Koçiu, i nderuar ministri i Punëve të Brendshme zoti Ilam Allari, i nderuar kryetari i Komisionit çështjeve të brendshme dhe mbrojtjes zoti Çuçi, të nderuar oficer ndërlidhës të policive partnere, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Sot është një ditë e rëndësishme e karrierës sime në policinë e shtetit. Pas një rrugëtimi 25 vjeçar, me uniformën blu, me dëshirën për të shërbyer pa kompromis qytetarëve, ligjit dhe vendit, kam nderin të marr përgjegjësinë për këtë detyrë më të lartë në organizatën tonë. Këtë kurorëzim nuk e shoh thjesht si arritje personale, por si një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe ndaj çdo punonjësi të policisë shtetit. Gjej rastin e veçantë të falenderoj kryeministrin dhe qeverinë shqiptare për besimin e dhënë, si dhe çdo koleg me të cilën kemi ndarë këtë rrugëtim sakrificash. Jam mirënjohës çdo efektivit policisë që shërben çdo ditë me përkushtim, si dhe familjeve tyre që mbajnë peshën e kësaj detyre. Nderim për dëshmorët e policisë dhe respekt për veteranët që mbeten burim frymëzimi për ne. Është punuar e sakrifikuar shumë deri më sot. Mbetet sfidë, thellimi i rezultateve dhe përmirësimi akoma më shumë i imazhit të policisë, sepse një polici një denjë matet me besimin që fiton çdo ditë nga qytetarët. Policia nuk është thjesht një institucion që ofron shërbim. Ajo është vendi ku qytetari gjen mbështetjen, drejtësi dhe besim. Prioritetet tona janë të qarta. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit duke filluar dhe nga radhët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Modernizimi i policisë përmes teknologjisë, përfshirë dhe projektin madhor Smart City dhe trajnimeve sipas standardeve më të mira europiane. Rritje akoma më shumë e transparencës dhe përgjegjëshmërisë ndaj qytetarëve. Mbështetje dhe motivim për çdo punonjës policie që kryen detyrën me ndershmëri e përkushtim. Forcimi më tej i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar dhe agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit. Të dashur qytetar, policia e shtetit është e juaja. Ajo do të jetë gjithmonë në krah të ligjit dhe në krahun tuaj, profesionale, e gatshme dhe e përkushtuar. Siguria juaj është detyrimi ynë më i madh. Bashkëpunimi dhe besimi ndërmjet nesh janë thelbësor për të ndërtuar një shoqëri më të sigurt. Të nderuar përfaqësues të medias, ju jeni partner të rëndësishëm në informimin e drejtë dhe transparent të publikut. Policia e shtetit do të jetë e hapur dhe e përgjegjshme në komunikim, duke rritur besimin përmes transparencës. Të dashur punonjës të policisë shtetit, ju jeni shtylla e këtij institucioni. Nga ju kërkoj përkushtim, ndershmëri dhe respekt të palëkundur për ligjin dhe qytetarët. Do të jem mbështetësi juaj në rrugën e drejtë, por dhe kërkues i lartë i standardeve dhe përgjegjësisë, sepse po përgatitemi për policinë e shtetit të një vendi evropian. Le të punojmë së bashku për një polici që nuk e imponon autoritetin, por e fiton atë çdo ditë nëpërmes shërbimit dhe drejtësisë. Ju falemnderit.